Do të thonë fëmijët i vënoni edhe në gjumë? Po. Do të thonë sa orë rrinë fëmijët në qerdhe? Është e paraparë, do të thonë fëmijët rrinë 8 orë. Kopshti jonë punon prej ora 6 të mëngjesit, normal sipas nevojave dhe kërkesave të prindërve, se kemi fëmijë që vinë edhe në orën 6 të mëngjesit dhe deri në orën 15. Me thënë aty llogaritë dikun 8:30 deri në ora 8:30 bëhet pranimi i fëmijëve dhe është e parapame që 8 orë të rrinë fëmijët në kopsht. Po, si e përballoni kur fëmijët kanë sjellje agresive? Në një institucion me njëherë marrim masa, me thonë pasi që e ceka që institucioni jonë nuk ka asistent ose edukatore me përvoj ose në këtë drejtim, atëherë në bashkëpunim me prindrin, nëse nuk është e mjaftueshme, do me thënë angazhimi jonë nga ana e defektologës ose psikologës, atëherë bashkëpunimi me prindrin që të marrin masa në për institucione më të larta. Dhe kështu ja dalim, do me thënë gjithmonë. Po ka edhe fëmijë ndoshta që janë pak më të tërhequr, a i dërgoni me njëherë në institucione tjera, apo njëherë merreni ju? Jo. Do me thënë, te dosja e fëmijëve, kur bëhet regjistrimi i fëmijëve, aty janë të dhënat e fëmijëve, pa marrë parasysh se disa fëmijë edhe i zbulojmë edhe në kopsht, mirë po normal që disa na vinë edhe me diagnostë, themi, pa. Edhe normal që jemi të përgatitur pak a shumë para kohe. Në qoftë se është, do me thënë që është zbulimi në kopsht, që e zbulojmë ne aty, atëherë me bashkëpunim, normal mundohemi njëherë si defektologja, psikologja, mundohen, do me thënë, të mirën me fëmijën dhe të nxjerrin ndonjë rezultat, mirë po edhe nëse nuk është e mjaftueshme, ajo të paktën, do me thonë, ne ja japin një pasqyrë prindit, se çka të bëjmë tutje, ku të vazhdoj. Po, a ju ka ndodhur që prindërit e binë fëmijën, ka një diagnozë dhe fshehin nga ju? Tralla janë ato raste. Tralla janë ka, kemi edhe si raste, do me thonë që për fat keq prindin nuk e pranon në realitetin për fëmijën e vetë, mirë po ne mundohemi me çdo kusht, do me thonë ta bindim për të mirën e fëmijës. Do me thonë jo për neve, për të mirën e fëmijës. Dhe ka raste, po janë shumë të rralla. Janë shumë të rralla, pasi që thash bashkëpunimi është shumë i mirë me prindërit, sidomos në vitet e fundit, shumë mirë bashkëpunojmë.